Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot është një ditë panagjirike, festive. Për ne krishterët ortodoks është një dëshmi që Kisha Ene Ortodokse, të gjithë ne, bijtë e saj, si klerikë dhe laik, i japim një dëshmi botës se Zoti ekziston. Shumë njerëz skeptik ose që e quajnë veten gnostik ose ateist, aq më keq, thonë që Perëndia nuk ekziston sepse ne nuk e kemi parë atë. Po ta shikonim atë, patjetër që ne do besonim se Zoti është. Dhe pavarësisht se duken si të arsyeshëm, arsyeja e tyre është e paarsyeshme, sepse e thot apostulli Pavli në letrën e drejtuar Romakëve, ajo çfarë njerëzit duhet dinë për Perëndin, Perëndia ka zbuluar atyre, sepse fuqia e tij shfaqet tek krijimi. Ky krijim që e kemi për qark rreth vetes sonë, që e shikojmë çdo ditë, që gdhihemi, është i krijuar nga dikushi, nga Perëndia. Por këta njerëz nuk arsyetojnë dhe thonë që ja, është krijuar nga asgjëja, nga vetvetja, me teoritë e tyre si Big Bang ose evolucioni e diçka tjetër. Por ja ne të krishterë ortodoks i japim përsëri një dëshmi që Zoti ekziston. Sot Kisha Ene Ortodokse kryen një nga misteret e saj, shërbesat e saj të veçanta që quhet edhe uji i bekuar. Çfarë ndodh sot? Kisha nëpërmjet klerit merr ujin, që është elementi bazik i jetës, sepse bota është ndërtuar nga 4 elementë: ujë, ajër, zjarr dhe dhe. Dhe uji është elementi më i madh në këtë botë, në shumicë, 70% e botës është ujë. Por dim se nga uji del dhe jeta, dhe uji është elementi për të mbajtur jetën. Por uji dhe prishet. Në qoftë se ne do mbajmë një ujë për një kohë të gjatë edhe një vend të mbyllur, jo në kushte frigoriferike, ai do prishet, do vjerë. Por çfarë na ndodh ne të krishterë ortodoks? Ne mbajmë ujë të bekuar për një kohë shumë të gjatë, një vit. Dhe as nuk mban erë, as nuk prishet. Jo vetëm një vit, mund ta mbajmë edhe shumë vite. Por çfarë ndodh? Ajo që ne bëjmë sot, që hedhim kryqin në ujë, duke e thirrur shpirtin e shenjtë, duke ribër pagëzimin e Krishtit në lumin Jordan. Pra sot ne jemi pjesëmarrës të asaj ngjarje shekuj përpara se si biri i Zotit dhe biri i njeriu erdhi të pagëzohet në lumin Jordan nga Ioan Parenci dhe pagëzuar. Në moment që Krishti pagëzohet në përursinë e tij, ndodh misteri i madh. Zjarri hyjnor që ishte tek ai kalon në ujëra, prishen folet e demonëve, largohen demonët dhe uji bëhet i pastër, jo nga ana biologjike, po bëhet i pastër nga frymrat demonjake dhe i paprishëm, sepse prishja e ujit dhe prishja e natyrës erdhi mbas mëkatit të Adamit, kur djalli mori pushtetin e botë dhe u fut në ujëra. Të njëjtën gjë bëjmë ne. Heqim djallin nga ujërat me anë të kryqit të Krishtit, dhe shpirti i shenjtë zbret në ujëra dhe ujërat nuk prishen. Dhe kjo është një dëshmi që ne ju themi të gjithëve, ne të krishterët ortodoks, ja shenja që Perëndia ekziston. Na i shpjegoni juve, të mençurit, të zgjuarit, shkencëtarët në thonjza, se a ekziston apo jo Zoti? Ja ju themi. Pse nuk prishet uji? Ata na thonë që u jep një konservant. Jo, ne botërisht edhim thjesht një kryq. Erdhim një kryq që mund të jetë i drujt, i argjend. Nuk erdhin thjesht në një bazen, erdhin dhe një liqen, erdhin dhe një lumë, dhe prapë uji nuk prishet. Kjo është shenja të dashur të krishterë që japim në botës, se Zoti ekziston. Uji që nuk prishet tregon që Perëndia është në ujëra dhe përdori elementin e ujit për shenjtërimin ton, për pagëzimin ton, siç tha dhe Krishti. Vetëm ai që do pagëzohet me anë të ujit dhe të shpirtit, ai do shpëtojë. Prandaj kjo është një ditë e madhe, jo vetëm për dëshmi ndaj botës se Zoti ekziston, por dhe për një rikujtim të pagëzimit ton dhe për nxitjen të pagëzohen të gjithë, se vetëm ai që është i beson dhe pagëzuar në emër të Atit, Birit, Shpirtit të Shenjtë, do të shpëtojë. Le ta falenderojmë Perëndin Triadik që ne të krishterëve ortodoks
Na ka dhënë këtë bekim kaq të madh që askush nuk e ka. Ta përdorim ujin e bekuar për shenjtërimin ton, të shtëpive tona, të gjithçka që ne duam për sëmundjet tona dhe të bëjmë atë çfarë thonë dhe shenjtorët. Çdo ditë në mëngjes pini nga një gotë ujë të bekuar, e thot Shën Serafimi, e thot Shën Lukai Krimes. Jo vetëm tha si episkop, po dhe si një mjek ju them, pini ujë të bekuar. Jetojmë në një botë të kontaminuar me pesticide, me sëmundje, me virus e me diçka tjetër. Uji i bekuar shenjtëron shpirtin dhe trupin ton. Prandaj, jo vetëm këtë ditë, por çdo ditë të përdorim ajazmon e shenjtë, që shenjtërojmë veten dhe natyrën. Amin.